Përshëndetje të nderuar miq, sot është dita e rinisë, 8 dhjetori, 35 vite nga lëvizja studentore, por çfarë ndryshoi dhe jo në Shqipëri, u bë Shqipëria ashtu sikur e doni studentët atëherë, si i gjithë Europa, por mbi gjitha kemi më rini sot apo jo? Për këto gjëra do të flasim troshpa për këto çështje, për këto tema me avokatin Zaçi Islami, mikun e emisionit ton, të cilin edhe në emër të publikut që shprehu me mesazhet dhe me like-et, unë e përshëndes dhe e falenderoj shumë. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Një përshëndetje për të gjithë teleshikuesit tuaj, për komentet që bëjnë, për mesazhet që na dërgojnë, për vërejtjet që na bëjnë, sepse kemi nevojë dhe për to, kemi shumë nevojë bile. Dhe uroj që të kalojnë sa më mirë të mundshme. Sa më mirë të mundshme, po në ditën e rinisë jemi sot, avokat. Si kalohet, si duhet ishte kjo ditë? Jo, tani, në Shqipëri tani nuk flitet më për rini. Flitet për kalamajt e vegjël dhe për pleq. Rinia ka ikur, ka marrë rratinë. Por kam një pyetje për të gjithë ata ashtu quajturit student të dhjetorit që prunë atë demokracinë ata, se ata s'kan prur asnjë gur, jo më demokraci që s'kan prur. Demokracinë e prun amerikanët, demokracinë e detyruan atë Ramiz Ali, sepse e pajnë që po, edhe vetë ai e pajnë që po për ju mbyt varka anija, edhe u detyruan që bën ca ndryshime që s'kishin nga e mbani, sepse pa ende Ceaușescu se që gjeti. Pra, tranzicioni but, thoni ju, i komanduar, i komanduar, është një opozitë e komanduar, se unë i bëj pyetje atyre, sot ata janë nga 50 vjeçar, ku jeni more ju të ashtu quajturit student, quellat idealin, more idealist, more mashtrusa që shiheni para një propagande të jashtëzakonshme që bëjnë të gjithë kanalet televizive dhe shtypi shkruar në Shqipëri. Jo zotëri, studentët bën një vrim në ujë, studentët i orientuan, i urdhëruan, i nxorën dhe në krye të Partisë Demokratike, ta quajtur opozit, vun njerëzit e tyre, duke filluar me Neri Tancekën, Sali Berishën, Skënder Gjinushin, Fatos Nanon, e të tjerë. Pra, rini s'ka. Rinia ka ikur. Janë vetëm ata që vazhdojnë shkollën akoma studentët, që vazhdojnë universitetet dhe që presin sa të marrën diplomën dhe t'ikin të tërë, sepse politika që po ndiqet në Shqipëri është që të ikin. Thjesht edhe këto universitetet që i mbajnë hapur, i mbajnë që të paguhen pedagogët që janë njerëz e tyre. Po më thoni avokat që për pak vite s'do ketë më Shqipëri, ndoshta. Praktikisht nuk ke më Shqipëri, se ty në Shqipëri të kanë ardhur me mira emigrant nga lindje mesme dhe lindje e largët. Ke Bangladesh, ke Pakistan, ke nga s'ke. Pra ata mund vinë që t'jenë edhe studentët e ardhshëm për të mbushur universitetet që tashmë janë Bosnjë Elbasan, Korçë, Shkodër. Ata vinë këtu për të ndryshuar përbërjen demografike të popullsisë shqiptare. Janë të urdhëruar, u krijon kushtet Bilderbergu zotëri. Në Shqipëri komandon grupi Bilderbergut. Në Shqipëri komandojnë anti-shqiptarët. Në Shqipëri i kanë nxjerrë tani dhe s'kan lënë më figura të degeneruara pa i vënë në lëvizje që njerëzit shqiptarët i vënë në gjumë. Dhe ne praktikisht jemi në gjumë. Avokat, si arriti Sali Berisha që edhe pas 35 vitesh të jetë sërish në krye të Partisë Demokratike? Si mbijetoi ky personazh? Si erdhi atëherë, pra në vjetën? Por edhe si arriti mbijeton? Ata që e sollën në 90-ën, ata e mbajnë dhe tani në pushtet. E keni dëgjuar ndonjëherë Sali Berishin që të ankohet për një opozitar që ka ardhur nga Amerika? E keni dëgjuar? Avokat, besoj ju e keni fjalën që po e mbajnë demokratët, ata që e sollën në 90-ën, apo jo? Apo gabon? Ai ka krijuar rreth vetes me bekimin e Bilderbergut, ka krijuar atë klikën që është e pamundur të çahet. Dhe është aq i pa fytyrë sa deri dje kishte djalë të shkëlqyer atë Saliani, si e kishte ai, sot nuk la gjë pasën për të, dje nuk la gjë pasën për të. Turk TV. Një burr me dinjitet dhe me personalitet nuk e zëngoj fare, po do të dalë vetë dhe të dalë kaq
flasin njerëz të mirë, edhe njerëz të zgjuar, edhe politikanët, po ai ka një mlleft i jashtëzakonshëm, po ai sëmuret. Ati i bie sëmundje tokës, po i doli njëri opozitar në parti. Dhe klika që ka rreth vetes janë të tërë më të poshtër se ai. Avokat, ku kanë përfunduar sot ata që e sfiduan Sali Berishën, që do të thotë është një ndoshta paralajmërim edhe për Stalianin. Të tërë u eliminuar. Po jo gjithë, disa ikën jashtë shtetit. Po ja ishte eliminimi. Ca i zori jashtë shtetit, ca u sëmurën edhe, thonë ande nga neve, një polli, një shtiu, një mbeti shterp vetiu. Dhe puna e opozitarëve të Sali Berishës. Pse harruan shqiptarët që bëri Sali Berisha në 93 me atë që i doli opozitar me këto sindikatat. Se mbajmë më të atëherë, po mos e ke fjalën për këto, për Pashkon Jo, e mbaj mëndune. Grupi parë që u qatë. I tropojës me Qevran. Azem Hajdarin. U bë gjitha e luft atëre me Azem Hajdari, sepse ky Saliu nuk pranonte që të kishte opozit dhe që të kishte sindikat. Ne këto i dim, ne këto i kemi jetuar, dhe Saliu i di, dhe shqiptarët i din. Por këtu është bërë ajo që tham, që njerëzit janë trullosur, njerëzit janë vënë në gjumë, po gënjehen ditë për ditë, po ushqehen me helm mediatik ditë për ditë, minut për minut, orë për orë, sekond për sekond. I ke ushqen media e helmuar, komuniste vazhdojnë të mbaj shqiptarë në gjumë. Avokat, ju keni dëgjuar çfarë është kjo Katovica? Për popullin e kam fjalën, si t'ja shpjegojmë? Katovica është një mbledhje që ka bërë Gorbaçovi me të gjithë këta udhëheqësit e vendeve të lindjes të ish sistemit komunist, në të cilën ai thotë socializmi dështoi, kauza jon nuk doli ashtu siç duhej, ne tani duhet të përpiqemi që të mbajmë pushtetin ekonomik. Të ruajmë pushtetin politik, po me forma të tjera, jo me ideologjinë e Marxit dhe me mësimet e Leninit, por pushtetin do ta ruajmë dhe ndërkohë do marrim pasuri, do t'i kemi neve. Eksaktësisht këtë gjë bëri Sali Berisha në Shqipëri, me krikën e Partisë Punës, me komunistët që ka në parti dhe në politikë. Pra s'ka ndryshuar asnjë gjë në Shqipëri. Thjesht kopjuan Katovicën e Gorbaçovit me jetën në Shqipëri. Dhe Ramiz Alia e thot sakt, unë ja u dërgoj po deshet atë materialisht, se e kam mbledhjen e nëndorit 1989, në të cilën Ramiz Alia mblodhi Komitetin Qendror dhe Byron Politike, dhe u thot, ne tani mbaruam si ideologji, socializmi dështoi, por ne do mbajmë, do t'i lejojmë ato partit politike, do lejojmë pluralizmin politik, se në fillim thanë pluralizmin e mendimit, pastaj për ta zbutur, për t'i qetësuar ata të egërtit që donin të merrin armët e të vrisin qytetarët, sepse nuk donin partinë e punës në pushtet, dhe kaluan pastaj në pluralizmin politik dhe tha, ne do t'i lejojmë opozitarët që ta shajnë komunizmin në themelin që ati, po e them në ligjërat të drejtë, në themelin që ati, dhe ajo po bëhet vërtet. Këta nuk lanë gjë pasën kundër komunizmi, dhe në fakt janë komunistët që qeverisin, komunistët që vjedhin, komunistët që vrasin, komunistët që e bëjnë të tëra, janë ata. Nuk kanë ndryshuar gjë, dhe janë ata të cilët janë nxitur dhe janë ushqyer dhe janë fuqizuar nga Bilderbergu. Kaq. Avokat, për 45 vite, 40 vite, imperializmi dhe fuqitë e tjera nuk arritën të deportojnë brenda për ta rrëzuar komunizmin. Po tani, mas 35 vitesh, si po e lën kështu? Jo, nuk arritën, nuk deshin të arrinin. Nuk deshin të rrëzonin. Okej, atëherë nuk deshin. Po sot, mas 35 vitesh. Ja ta them unë pse nuk deshin. Nuk më duhen ata andej. Po marr Shqipërinë. Zotri, në 46 nga Shqipëria janë larguar ambasada angleze dhe ambasada amerikane. Edhe Elveri thoshte i përzum neve, si thoni ju, zoti gazetar, një Shqipëri që sa po dalë nga lufta
ju kundërvu ushtrisë amerikane dhe ushtrisë angleze, armatimit anglo-amerikan, anijeve të tyre tepër të fuqishme që përmbysnin dynjan, jo më zotëri, jo, e lanë vetë. Dhe janë ata që na kanë dënuar, na kanë lënë dorë të komunizmit. Dhe sot e kësaj dite, dhe tani që flasim bashkë. Komunizmi në Shqipëri e mbajnë në fuqi amerikanët, Bilderbergu, grupi i të 300-ve, janë ata masonët, iluminati, janë ata që po na e bëjnë gropën. S'kemi që bëjmë. Kanë dërguar dhe njërin e tyre tani dhe u bënisë këtyre. E u thot njerëzve rrini urë se do mirni toka, do mirni pallate, do mirni resorte, do mirni apartamente, edhe nga minuta në minutë do t'i mirni ju, ç'keni ju, edhe njerëzit flën gjumë. Pra, i kanë përdorur, i kanë vënë në lëvizje të tërë armatën e spionëve dhe të agentëve të tyre për të mbajtur shqiptarët në gjumë. Avokat, pra janë shumë influenca që veprojnë në Shqipëri, nga lindja në perëndim. Jo, nga lindja s'vjen më gjë, çdo gjë vjen nga perëndim. Ajo ju thatë Katovica që janë akoma në pushtet. Iku ajo, që e bëri detyrën, mbaroi. Në pushtet ata, sipas mendimit tuaj. Në opozitë apo në qeveri, apo në një bashkë, shkeni qefi ju ta thoni që ai. Ka fjalën si Katovic e bëri detyrën, tani janë format tjerë, janë kapitalistët gjithandej. Pra komunistët u bën kapitalistë. Pra rrëmbysjet e globit u ngritën dhe komandojnë globin tani, ja ka që thjeshtës. Avokat, pra nuk kemi shpresë. Jo, unë për vetime s'kam asnjë lloj shprese, jo. Avokat, për të kaluar tek një tjetër çështje, se aktualitetin sot nuk po e prekim shumë, po qëndrojmë tek lëvizja studentore. Ju më dërguat një link të një personazhi, e kujtova pak më parë bashkë me ju, po prapë harrova emrin, nga Greqia që kishte folur për Shqipërinë dhe për Jugun, në mos gaboj. Ç'është ky personazh dhe çka ka thënë? Se më sa personazh ka qenë tek ky personazh për Katifasin, diçka e tillë. Ky është një personazh me të cilin unë kam debatuar shumë ashpër në disa emisione televizive në Athinë, sepse sa herë që ftonin mua në panelet e diskutimeve për çdo problem që kishin emigrantë shqiptarë ose edhe atëherë që vazhdonte lufta në Kosovë, Haralambos Karathanos ose Babi Karathanos ishte ai pullaci që dilte gjithë në himar, tani kishte vende flok, kishte mirë flokët tani, se janë bërë, doli mod tani bëjnë flokët të lasët. Dhe është një nga antishqiptarët që më të egër që mund të ketë, është një mashtrues, një bandit, një gënjeshtar, një njeri pa personalitet, dhe del dhe thot, në dje ka folur shumë në televizion, bashkë me një Sava Kalenderidis, një gazetar tjetër, dhe ai nga veriu i Greqisë, janë këta pondët, që janë me mbiemër Idi, në fund me prapashesin Idi, këta janë të tërë pond. Dhe janë anti-shqiptarë të smeshëm, sepse kanë trashëguar një urrëtie të pa diskutueshme nga pushtimi turk, që edhe neve na quajnë turqin e muslimanëve shqiptarë, dhe pra të kanë urrëtie të jashtëzakonshme. Plus, edhe teoria e Megalides, që kanë grekët, por është dhe termi Borjo Epir që u shpik në 1914, nga ai që futi Lefter Venizelos. Dhe ky thot, në Shqipëri thot jetojnë 500.000 emigrantë. Pse thot 500.000? Ka një të drejtë ai që thot 500.000 minoritarë. Sepse ai thot 500.000 minoritarë. Po, sepse i quan minoritarë që të gjithë ata që kanë vajtur në Shqipëri dhe në mënyrë më të pacip kanë ndryshuar emër e mbiemër. Ata s'janë më shqiptarë, ata janë shqiptarë ata që kanë ndryshuar emër e mbiemër. Sepse po të ishin shqiptarë, do ta mbanin emrin e mbiemrin në Greqi Jezusi që mbajta dhe Uzaçi Islami për 15 vjet, më tha njëri. Pra shqiptarët që kanë shkuar në Greqi për të jetuar, për të punuar për shkak të vështirësive, janë bërë grek, paroj, janë bërë grekër. Ai quhen minoritar. I quhen minoritar sepse janë pagzuar në Kish. Dhe Kisha dihet që ka binomin ortodoksia dhe helenizmi, janë bashkë, thonë, janë binjak. Avokat, atje mund të ketë emigrantët nga Mirdita, nga Kuksi, nga Shkodra, minoritarë tani në Mirdit? Të tërë, po kanë marrë emri Vasil, Thanas, më të thash, të tërë pa përjashtimi janë bërë minoritarë. Ata e kanë listat e minoritarëve. Dhe ata atë listë qojnë në Europë, në Bashkimin Evropian. Dhe ai Beleri, ai Balashi,
që e bënde deputet ata, pikërisht këtë mbron, por nuk ne kanë fajin ata. Unë nuk I bë faj as Karathanos. Po çfarë përfaqëson avokat? Çfarë përfaqëson ku Karathanot? Ka ndonjë shoqata, bën pjesë, më duket Aguilar. Shoqatën e Vorjo Pirotëve, vëlla. Ai është kryetari, dikur ka qenë kryetari I rinis Vorjo Pirit, tani shoqat I komplet Vorjo Pirit. Mos e kemi shpallur në gradan e këtë avokat në Shqipëri pas atyre të Kacifasit apo gabohen? Kush ta shpallin në grada? Agentët e Greqisë që qeverisin Shqipërinë, jo zotëri. Unë na qeverisin agentët grek. Si do shpallin atë në grata? Ku t'jam banë? Pa dhe ta shpallin? Pa. Dhe ai del dhe thot atje, Kacifa thot e vran atë djalin Kacifa thot, duke qenë në xhiro në rrugë, pa cip. Kacifën e pam të tërë që ishte me kallash në dorë. Unë nuk jam për vrasje. Unë jam për... Po tjetër çfarë thoshte tek emisioni, sepse greqisht nuk di. Ka folur shumë, ka folur për tokat e tyre, për pronat e tyre, për uzurpimin që u bë qeveria shqiptare pronave se I quan pronar dhe minoritarë himariotët I quan minoritarë njerë, komplet 7 fshatrat himarës. Edhe Sarandën edhe kemi dhe 2 bashki, thot, janë bashki Vorjo Pirote në Dropull edhe në Finik. Pra, ne na kanë tradhtuar shqipfolësit zotëri, dhe unë u bëj thirrje atyre zotrinjve që dalën për televizione dhe flasën kundër kësaj qeverie, nuk I vën pikat mbi që ata bëjnë sikur flasën kundër qeverisë, bëjnë sikur shajnë tërë ditën Edi Ramën dhe Sali Berishën, po nuk e kam dëgjuar as Edi Ramën, as Sali Berishën të dalën t'i thonë, "Orti zotëri, hajde që këtu." Kush je ti? Kë përfaqëson? Çfarë po thua? Lëvia zyrtare greke. Ndoshta për këtë arsye s'merren atë. Karathano është, jo kam për këtu në Shqipëri, unë aty thash tani po. Karathano patjetër që është linja zyrtare. Po ti ke ministrin e mbrojtjes që ke grek. Ç'është shkon më tutje? Ministrin e mbrojtjes së Shqipërisë që ke grek zotëri. Jemi të tradhtuar. Pik. Shqiptarët po shkojnë drejt vdekjes. Mbajini mend këtu që u them sot. Po shkojnë drejt vdekjes fizike, jo më vdekjen morale, ekonomike, qytetare, kështu e kanë bërë me kohë, po shkojnë drejt vdekjes fizike. Avokat, ndoshta tani që të shkoj Spiropali nga data 16 dhjetor duhet në Greqi, mundet t'i ngrej këto çështje. Vërtet e ke? Po ti je gjinje lufte me Greqinë, më çfarë do ngrën? Ata thonë se lufta ka mbaruar, është një relik e vjetër, tani si qëndron kjo, dhe gjen një luftë edhe në NATO. Është ligj në fuqi ai zotëri. Nuk është relike, jo. Relike e quajnë këta, pa vlerë e quajnë këta. Po pse se rrëzohen parlamenti grek atë ligj atëherë, se është 1940-s. Nuk është ligj I sotëm. Dhe ata e mbajnë fuqi. Pra ne, ore Shqip, po keni sy në ballë të shikoni apo s'keni, se më detyrojnë që të flas shumë ashpër. Ju gazetarët, pse se ngrini problemin e heqjes së ligjit luftës? Përse? Përse duhet ai ligj? Përse Shqipëria nuk ndjehet? Por na gënjejnë, jo mua s'më gënjejnë, do se unë e di që s'ka vajtje në Bashkimin Evropian dhe s'ka dhe Bashkimin Evropian. Por kanë 35 vjet që gënjejnë shqiptarët, do të çojmë në Evropë, do vemi në Evropë, edhe hase na bën presion Greqia, e s'na lë të vemi në Evropë. Dhe që të na lërë Greqia, të japë botën Greqia për të vajtur në Evropë, ne Greqisë duhet të japëm gjysmën e Shqipërisë. Ky është fakti real. Ky është fakti real I pakontestueshëm. Dhe të dalë një politikan shqiptar, unë sfidoj tani nga ekrani juaj, të dalë një politikan shqiptar të më thotë kundërtën. Po ndoshta duan detin avokat, jo tokën, po detin. Detin e kanë marrë se u dha vetë Sali Berisha, u dha dhe zyrtarisht. Plaku do zboru. Ore ne na komandojnë, na qeverisin tradhtare dhe bandite dhe palaço njerëz. Avokat, po duket sikur ne jemi brenda asaj aleancës se Greqia na kontrollon edhe qiellin, hapësirën ajrore, kështu që gjërat mund të jenë çik më ndryshe. Jo kaq zi. Absolutisht më keq akoma. Shumë më keq. Këta bën që hoqën avionët nga qarkullimi. E shkatruan mbrojtjen ajrore kundër ajrore shqiptare. E shkatruan dhe nga raketat, dhe nga avionët, dhe nga artilleria kundër ajrore që ishim. S'kemi mbrojtje kundër ajrore neve. Greku vjen e bështitoj qefi këtu.
Po toksore, që dronë toksore, ka një garnizion andej për shembull nga deri në shkumpin nga jugu. Jo, s'ka nevojë se ka një garnizon shumë të fuqishëm në Kalpaq, poshtë Kakavijës ata. Jo, a kemi ne për të mbrojt? Jo, ne s'kemi. Ne nuk kemi. Ne na qarmatosëm. Na qarmatosi Bilderbergu në funksion dhe në interes të Greqisë. Pik. Kjo është. Pra jemi keq nga veriu, keq nga jugu, avokat. Po është marrë vendimi që duhet të zhduket populli shqiptar, është marrë ai vendim. Po na tjetërsojnë, nuk i bjen kot këta racat e huaja që vinë që ande. Sepse ata kanë ardhur këtu, ata do qiftohen, do pjellën. Dhe do quhen vënas ata që lindin këtu. Pra të ndryshua popullsia, përbërja, s'ke më komb shqiptar, ke ca idiot që fluturojnë me termi që o sa mirë me qenë shqiptaraj, ku je shqiptar more të ratë damlar mund që është kokës tuaj. Ku je shqiptar ti, qa shqiptari je ti që nuk mbron dot veten tënde dhe tokën tënde dhe qiellin tënd. Po çfarë ka ai avokat kur ju e tha që janë këta kupola shtetërore që i bën këto? Ai tani ta përmbysin kupolën shtetërore, ta përmbysin, të ngrihen ta përmbysin, kaq e thjeshtë është. Pastaj të detyruar nga nevoja e larguar jashtë vendit, sa në Greqi, sa në Itali, tani është bërë globalizëm totalisht, jemi gjithë dheze dhe motra, kështu duket edhe. Jo, si jemi vëllezër dhe motra, ne jemi secili kombësh me vete. Nuk thot Serbi jemi vëllezër dhe motra. Paskon Serbi pranojnë kështu aziatik, asnjë, ose afrikan, jo. Ne jemi mbushur me aziatik e afrikan. Që nga Filipinit kanë ardhur, gjeta në luftë të Kurveleshit të Nivicës, gjeta një çift filipinezësh që ishin në mbrojtje të ndërtesave që ka bërë Tërmet Peçi atje. E kuptoj se deri ku kemi arritur. Ata ishin burrë grua. Që nga Filipinet në majt Kurveleshit në Këndërvic, në luftë, të pelenasit e Kurveleshasit e din të tërë. Jemi shitur, hapni morsyt, jemi shitur u them. Por jemi shitur, jemi tradhtuar. Nuk ka më shqiptar. Dhe unë i bithiri ati që dele flet gjithë një sauk, të dalë të mbroj këto, të dënoj këto çështje edhe të mos u thosë shqiptarëve do mirni prona, do mirni hotele, do mirni Gorica Pikla, se gënjen tër ditën. Avokat, nga gjitha biseda që kanë bërë, ju jeni i vetmi personazh që si para kameras edhe pas, bisedat e keni të njëjta dhe troç. Tani të lutem më thuaj ku na shikoni në 2030 në Shqipërinë. Te biseda të vetë, është YouTube apo? S'ka më Shqipëri, mund të ketë në hartë, por shqiptar s'ka më. Ka vetëm një popullsi kozmopolite të tjetërsuar, të shkartisur, të asgjësuar me fjalë të tjera. Pra, ata pas pararësit tanë s'kallën racë mbrapa, s'kallën pasardhës mbrapa. As Isa Boletini, as Hodoni Vica, as Qobo Golëmi, as ai Qelo Pecari, as një s'ka, as këta të veriut, bajraktarët dhe burrat e veriut që mbronin Shqipërinë, as ata s'kan lënë parë mbrapa, hiç jemi tjetërsuar. Unë jam rudiment në këtë shoqëri këta dish. Unë jam i veçantë. Jam i veçantë dhe jam me kosto të rëndë, të lartë shumë. Unë këtë qëndrim që mbaj në mbrojtje të vendit tim, e kam me kosto shumë të lartë. Domethënë, unë pres nga dita në ditë që të bëjnë ndonjë ditë të më vrasin. Kush do të vrasë avokat? Brenda apo jashtë? Brenda, jashtë, ku të vetër, s'dalë do t'jashtë, po, se s'kam lek të lëviz, po. Jo, e kam fjallën prisi që t'ju vinë nga jashtë, apo nga brenda? Jo, nga qeveria ime, nga shqipfolësit e mi. Kjo është, tu jemi. Shqiptarë nuk do ketë më në 2030. Ajo është agenda 2030. Të prishen kombet, të prishen shtetet, të bëhet një qeveri botërore, i kemi thënë disa herë, së themi më. Esa. Avokat, faleminderit shumë për bisedën dhe uroj që vitit tjetër nis me shpresë me entuziazëm për ndryshuar diçka dhe fjalët tuaja të jenë ndërgjegjësuese për gjithë ata që dëgjojnë brenda dhe jashtë vendit.
Ashtu si kur e nica, dua ta përfundoj në emër të publikut, të falenderoj shumë për bisedën, për komentet e drejtë për dalë. Edhe lidhur me këtë fjalë të ndët fundit, se ti kur mbyll bisedën atëherë më hap një temë të re mua. Korbi kishte nxjerr zogjt, po zogjt e korbit, kur dalin nga veza, deri në një muaj janë gri, pastaj nxihen. Dhe e pyetën shpezët e pyllit. I thanë, i nxorë zogjt, i nxora, tha, po si duken, i thanë, për mrekullit Zotit, tha, sa po vjen nxihen. Kjo është Shqipëria. Mesazhi ishte mjaft I qartë, avokat, faleminderit shumë. Edhe unë faleminderit ty. Mirupafshim.